Aslan. Shumë kosovar po ashtu dhe nga diaspora dhe vetë Shqipëria mbrëmë kanë pritur ndeshje në futbollit Kosova-Turqia. Edhe në Prizren kjo lojë ka pasur interesim tepër të madh. Kështu organizim ka bërë API Qashia, ku qindra futbollistë të dashës ishin për të përcjellur ndeshjen, po kështu dhe Drejtoria e Kulturës e kanë vendosur ekranin e madh në shishin Shadërvan. Mirë po Kosova ka dështuar ta përmbush ëndrrën për të marrë pjesë në Kupën e Botës 2026, e cila do të ishte e para për të pasi unë poshtë 1-0 nga Turqia në finale të play-offit për kualifikim të martën mbrëma në Prishtinë. Kerem Aktürkoğlu e shënoi golin e vetëm për triumfin e Turqisë në stadiumin Fadil Fokri, duke quar Turqinë në Kupën e Botës për herë të parë që nga viti 2002. Kosova, e cila u pranua në FIFA vetëm 10 vjet më parë, nuk ka marrë pjesë asnjëherë në një garë të madhe ndërkombëtare si kampionat botror apo evropian. Finalja e play-offit kundër turqeve ishte më së afërmi që kjo ka arritur në historinë e vet relativisht të re. Pritjet dhe trysnia për futbollistët ishin të mëdha, pasi që një vend i tërë ishte me sy ka fitores kundër Slovakisë në gjysmëfinale të play-offit javën e kaluar. Kjo dëshmua edhe nga atmosfera në API Qashi dhe Shadërvan. Ndërkohë Turqia, e cila po rikthehet në botror për herë të parë që kurse kishte shkaktuar befasi në Kupën e Botës 2002, duke arritur në gjysmëfinale, do ta shijojnë këtë garë për herë të tretë në historinë e vet. Në botrorin e kësaj vere, Turqia do të jetë pjesë e grupit D me kundërshtarë si SBA, Paraguay dhe Australia. Ndërto me prodhime vendore.